Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Gjesti ka habitur banorët me një veprim të pazakontë dhe qeshara. Nelin, teksa shijonte muzikën në sfond, ai u afrua pranë një muri dhe, për habin e të gjithëve, nisi ta puthte ata. Nelin, ky moment shkaktoi të qeshura mes banorëve, veçanërisht tek Egli, e cila ishte e pranishme në atë çast. Nelin, Gjesti duket se e bëri këtë veprim me qëllim që të tërhiqte vëmendjen e saj, pasi që nga rikthimi i Eglit në shtëpi, ata nuk kishin pasur ende një përballje apo diskutim të drejtë për drejtë. Nelin, pas veprimit të tij, ai u kthye nga banorët dhe, me një ton të menduar, la të kuptojë se gjesti i tij mund të simbolizonte një dëshirë për një puthje të vërtetë me Eglin. Kjo shkaktoi edhe më shumë të qeshura dhe reagime pozitive nga të pranishmit. Nelin, pa e humbur ritmin, Gjesti vazhdoi të këndonte dhe të shijonte muzikën, duke thënë me entuziazëm: "Çfarë këngë, o zot!" Nelin, atmosfera e krijuar solli humor dhe argëtim në shtëpi, duke lënë banorët të kënaqur me shfaqjen spontane të tij. Ky moment konfirmon edhe një herë natyrën lozonjare dhe të paparashikueshme të Gjestit, i cili vazhdon të sjellë momente të këndshme dhe tërheq vëmendjen e banorëve me sjelljet e tij.